Unë kam 4 dylymë trangull dhe ngrijem, kam ditën e vjeljes, ngrijem në mëngjes çmim tjetër. E çoj atje, e çoj në darkë, vjel hyj me familjen edhe vjel trangullin, kur veten darkë na japin një copë letër që nuk vlen asgjë. Nuk vlen asgjë dhe thonë çmimi i hapur me X, që sa të vjen, biles ka pas dhe në ata që nesër më del, ore kaloj trali doganën, kur do ma vesh çmimin. Ore nesër hapet atje në treg, sa ta vëm, ja të se ashtu që mos bllokojmë, mos shuja. Tani edhe ne nuk dim ç'a të bëjmë. Pra jeni duke funksionuar në një situatë informale. Qorrash, ikim kështu me atë, o zot, se ç'a do gdhi nesër. Aktualisht jeni në mëshirë të fatit. Po, në mëshirë të fatit. Do të shpeshherë kjo? Po, kjo ndodhë sa herë që del dielli themi në këtej që ka pak prodhim që fermeri ndihet mirë, që prodhon diçka, opa, bën 2-3 pika bashk dhe hapin fjalë që çmimi vajti kaq, të nesmen e ke për tokë.